Një rrjet i strukturuar call centerash me qarkullim 10 milion euro, deli lidhur me figura të forumit rinor të PD-s dhe me ortakëri biznesi pranë familjes së Belind Këlliçit. Luis Hoxha, i përfshirë në disa kompani me aktivitet portual, energjetik dhe financiar, dyshohet se ka pastruar të ardhura nga mashtrimi i qytetarëve evropian përmes një karteli shoqërish, lidhjet me grupin kriminal të Andi Fosës dhe përfshirja e ish drejtuesve të FRPD-s në këtë aktivitet ngre pikpyetje serioze mbi financimin, mbrojtjen politike dhe mbylljen e dosjeve penale në Durrës. Investigimi hedh dritë mbi një skem ku politika dhe krimi financiar duket se ecin paralelisht. Deputeti i PD-s Belind Këlliçi del në pas si menaxheri përgjithshëm dhe mburoj politike një prej grupeve më të organizuara të mashtrimit me call centera në nivel politik, i njohur si grupi i çunave të FRPD-s. Kur Këlliçi ishte kryetari i FRPD-s, disa nga çunat e call centerave ishin në krye të degëve të FRPD-s. Paratë e aktivitetit kriminal, duke u kamufluar pas forumit rinor të PD-s, janë investuar në pasuri të paluajtshme, por dyshohet edhe për financimin e Këlliçit për të ngjitur shkallët e karrierës në PD. Luis Hoxha, bosi i call centerave pas Belind Këlliçit. Ky personazh në foto me Belind Këlliçin quhet Luis Hoxha. Ka qenë ortak me vëllain e Belind Këlliçit, Reshard Këlliçi, në kompaninë e ngarkim-shkarkim të mjeteve lundruese dhe energjisë, Albanian Stevedoring Company SHPK, e cila ka marrë qindra mijëra euro nga porti i Durrësit. Luis Hoxha është një prej kokave kryesore në Durrës të mashtrimit të qytetarëve evropian përmes investimeve të rreme. Dikur, pjesë e FRPD-s kur Këlliçi ishte kryetar, Luis Hoxha ka kontrolluar një rrjet të fuqishëm call centerash, duke gjeneruar 10 milion euro. Luis Hoxha, bosi i call centerave pas Belind Këlliçit. Miliona euro që u ka zhvatur qytetarëve evropian përmes mashtrimit, shoku i Këlliçit Luis Hoxha i ka qarkulluar në një kartel kompanish ku përfshihen edhe Fintech Solution, Albanian Stevedoring Company, Vertex Invest, Bindi Media, Container Full Service Albania, Balco, Albanian Tourism and Logistics ATL, Alcoder.com, Power and Gas Operations, PGO, Bipro SHPK, Media Consulting SHPK, Reber, Lo Alb 40, BHG Bell Hospitality Group, MLD Mineral Logistic Durrës, e të tjerë, me aktivitet në Durrës dhe Tiranë. Miliona euro dyshohet se ortaku i vëllait të Belind Këlliçit i ka pastruar në ndërtim, restorante, biznes peshkimi dhe energjie, servise, biznes për ngarkim-shkarkim të mjeteve lundruese, pikë valutore, marketing e të tjerë. Disa çështje penale për mashtrim, pastrim parash e të tjerë, Luis Hoxha ka arritur t'i mbyll me lehtësi në prokurorinë e Durrësit. Luis Hoxha është lidhje ngushtë e kapobandës së call centerave. Andi Fosa, kreu i një grupi kriminal të mashtrimit që vepronte në Shqipëri dhe Kosovë. Fosa u arrestua në tetor 2021 nga policia e Kavajës, në bashkëpunim me policinë e Durrësit, Interpol Tirana, Fast Kosova dhe Fast Albania, për veprat penale. Mashtrimi i kryer në bashkëpunim, pjesëmarrje në grup të organizuar kriminal me qëllim mashtrimin dhe pastrimi i paras, ndërsa ju sekuestruan miliona euro. Derivati Luis Hoxhës është edhe Klaus Shaqiri, lidhje ngushtë e Belind Këlliçit. Kur Këlliçi ishte në krye të FRPD-s, Shaqiri drejtonte degën e FRPD-s Vlorë, i njohur si doktori i call centerave. Klaus Shaqiri e ka kamufluar aktivitetin kriminal të mashtrimit me kompaninë Finantex, me emër të ndryshuar në Career Decision Marketing and Design SHPK, duke e kaluar në emrin e Kladia Tafilaku. Shumica ish drejtuesve të degëve të FRPD-s rezultojnë të përfshirë në aktivitetin kriminal të call centerave. Disa prej tyre janë nën hetim nga SPAK për mashtrim me pasoja të rënda, grup kriminal dhe pastrim parash. Shumica vijojnë aktivitetin kriminal të zhvatjes së qytetarëve evropian përmes mashtrimit. Disa prej tyre kanë mbyllur zyrat dhe po pastrojnë miliona euro të grumbulluara në ndërtim, lokale, restorante dhe kompani fantazma.